Si ta kuptoj am ka fal, Zoti thot ndjehem keq, kin se s'më fal. Kjo pyetja për si ta kuptoj am ka fal Zoti, kjo pyetjen vete. Ndjehem keq, pyetjen vete. Kin se s'më fal, pyetjen vete. Te para, si ta kuptoj am ka fal Zoti ajo. Këqyre ti vetën tone, a jetu këthyn të njëjtin gabim, a jetu ndi keqardhi për gabimin që ke bon, a ke fillu më përmirësu mas këtij rasti. Nëse këto i ke arrit, atëherë alhamdulillah, me izin të Allahut, po shpresojmë që Allah të ka fal. Ndjem keq, edhe kjo është mirë. Besimtari ndjet keq, sa mund ndje keq. Në një mas, e rëndësishme është që, edhe më thonë, mos mundi keq me ron demoralizim. Jo, me demoralizu vetën ban me ron depresion. Edhe kinë se s'më falë Zotë, kjo s'ban. Kjo në pi shejtanit. Këtu nuk ban me thonë jam unë Zotë s'më falë. Kjo në pi shejtanit. Thuj po më falë Allahit. Më falë me izin Zotit. Veç kërkot unë, më koni sinqert, me kry obligimet kërshë Allahit, me u pendu si duhet, me u përmbajt pendimit, edhe në regulli. Andaj, ki kujdes.